Pa si gjendje disfunksioni erektil është diçka që është mjaft e shpeshtë edhe ndodh në këtë botë, jo vetëm te ne. Përpara kemi menduar që është një gjendje e cila ndodh vetëm te meshkujt që janë mbi 45-50 vjet. Mirë po në kohën e sotshme po tregohet që kjo ndodh edhe te mashkujt që janë edhe shumë ma të ri, 20 vjeç. Në fakt, disfunksioni erektil është faktikisht pasqyrja e gjendjes së shëndetit të endëve të gjakut, në të sistemet kardiovaskular të një mashkull. Për atë edhe mendohet që është një farë simptomi i cili e paralajmëron që do të ketë ndoshta problem më vonë me zemër një pacient dikur rreth 25 muaj më herët. Tash në momentin e parë kur një mashkull nuk ka pas performancë të mirë, normal që mendon që duhet me bë zgjidhje me mjaltë, si e tha ty, të përzime me tableta. Normalisht që këto japin zgjidhje momentale. Në fat gjatë jo. Është shkaktare dhe vonesa për të drejtuar tek mjeku për të gjetur diagnozën? Diagnoza e kësaj gjendje ka edhe elementin psikologjik edhe social, ka edhe elementin shëndetësor. Të kuptojmë, një mashkull nuk është nuk e ka as lehtë me shku te mjeku edhe me kërku ndihmë për këtë problem. Ai mas pari ka me këshill me bë zgjidhje vetë. Kur e shet që nuk ka mujt me bë zgjidhje vetë, atëherë i drejtohet mjekut.